Është zhvilluar në ambientet e Senatit në Universitetin e Shkodrës Lyç Guarakuçi ceremonia shpërndarjes e certifikatave për studentët ekselent. Ne menduam që të organizojmë një ceremoni të veçantë për t'ja dedikuar në mënyrë specifike studentëve të cilët pajisen sot me certifikatën studenti shkëlqyer, studenti ekselencës. Numri i studentëve të ekselencës së merituar tregon shkallën e cilësisë së një institucioni të arsimit lartë. Pra, nuk ka një lidhje të drejtë për drejtë ose një korrelacion midis numrit sa më të lartë të studentëve të ekselencës, dakord, me numrin tërësi të studentëve të një institucioni të arsimit lartë. Kështu që në këtë kuptim, këto ekselenca që kemi ne sot janë ekselenca plotësisht të merituara. Kjo ditë është shumë e bukur për gjithë ata që e duan shumë arsimin, dijen. Unë sigurisht kam pas edhe një dimension tjetër ndryshe nga shoqet e mia, sepse më është dashur të ndërthur detyrimet akademike me detyrimet prindërore. Dua të falenderoj familjarët e mi, cilët janë qenë pranë meje në çdo hap, po ashtu edhe pedagogët e këtij universiteti të cilët disa nga të cilët dhe më kanë frymëzuar, sepse jam e prirur edhe tek pjesa e letërsisë dhe artit, që t'jem sot me këto rezultate të shkëlqyera. E falenderimi më i madh shkon për familjen time që gjithmonë kanë sakrifikuar për mua, edhe shpresoj t'i kem pasur të pa krenar. Falenderoj shumë familjen time që gjithmonë na kanë qëndruar afër dhe janë munduar që të zgjojnë më të mirën tek punë dhe të arrijë këtu ku jam sot. Faleminderit gjithëve. Universiteti i Shkodrës Lyç Guarakuçi vlerësoi 9 studentët me certifikate për rezultatet e arritura në degë të ndryshme. Të pranishëm në këtë ceremoni ishin pedagog, student dhe familjar të tyre.